Me rastin e ndarjes nga jeta të gazetares së parë shqiptare në radio dhe aktivistes për barazi gjinore Safie Dehari, Komuna e Gostivarit në bashkëpunim me familjen Dehari organizojnë mbledhje përkujtimore. Me këtë rast, kësaj figure të shquar i është dhënë nderimi i fundit, e cila do të kujtohet gjithmonë si simboli gruas e emancipuar dhe përparimtare shqiptare në Gostivar dhe më gjerë. Mbledhja përkujtimore, e cila u mbajt tek Qendra për Kulturë, filloi me 1 minutë heshtje. Më pastaj, drejtuesja e programit, artistja Vjollca Baftiu Zylbeari, solli biografin tani më të ndjerës Safie Dehari. Safie Dehari lindi në Gostivar më 17 dhjetor të vitit 1950. Në një familje arsimdashëse dhe bujare, ishte fëmija i tretë nga 6 fëmijët e Regjepit dhe Verës. 2 prindër që mbollën tek ajo ndjenjën e drejtësisë, dashurisë për dijen dhe për pushtimin për njerëzit. Shkollën fillore kreu në shkollën Varosh dhe Moshapiade në Gostivar, ku u dallua dhe si nxënëse shkëlqyer dhe u dekorua me shumë lavdata e mirënjohje. Mëtej, vazhdoi në gjimnazin e qytetit duke qenë një ndër vajzat e rrallë që vijonin shkollën e mesme në atë kohë, një shenjë e hershme e guximit dhe vendosmërisë së saj. Ëndra e saj për të ndjekur fakultetin e mjekësisë në Prishtinë u ndërprej tragjikisht nga humbja e babait në një aksident trenit në vitin 1969. Por Safia, me dhimbje në zemër, zgjodhi të ecë përpara. Vazhdoi shkollën e lartë pedagogjike në Shku dhe nga viti 1969 deri në vitin 1976 punoi si mësuese në shkollat Vëllazërim Bashkimi dhe Moshapiade, ku shqua veçanërisht për mësimdhënie në lëndën e matematikës. Klasa e saj u vlerësua si njën nga më të mirat në logjikën matematikore, dëshmi e aftësisë dhe përkushtimit të saj si edukatore. Në vitin 1976, Radio Gostivari i hap dyert për të, për shkak të zërit të saj të veçantë radiofonik dhe talentit të natyrshëm në komunikim. Aty punuan më parë edhe 2 motrat e saj, Nuria dhe Mevludja. Safia do të bëhet njën nga zërat më të dashur të radios për publikun e gjerë, duke punuar si spikere dhe gazetare deri në vitin 2001, kur sëmundja e rëndë e kancerit e detyroi të largohej. Por, ajo nuk ishte vetëm një profesioniste përkushtuar. Safia dha kontribut të pashoq edhe në kulturë, në politikë, në jetën shoqërore, gjithmonë me theks të veçantë, në përkrahjen dhe emancipimin e gruas shqiptare në Maqedoni. Që nga viti 1971, ajo angazhua si konferenciere e shoqërisë kulturartistike Besa, ku qëndroi aktive deri në mbylljen e saj në vitin 1981 për shkaqe politike. Me thellimin e partisë së parë shqiptare në Maqedoni, PPD, në vitin 1990, Safia u përfshi menjëherë në jetën politike, duke qenë njën nga gratë e para në kuvendin qendror të partisë. Më vonë shërbeu edhe si këshilltare në komunën e Gostivarit. Në vitin 1992 ishte njën nga themelueset e lidhjes së gruas shqiptare në Maqedoni, kur për vite të tëra shërbeu si kryetare e degës në Gostivar dhe më pas si nënkryetare në nivel qendror. Pra, për më shumë se 20 vite, ajo luftoi për të përmirësuar pozitën e gruas shqiptare në të gjitha sferat e jetës, duke i ndihmuar të integrohen në shoqëri përmes edukimit, trajnimeve dhe punëtorive të ndryshme. Pra kontributi i saj ishte jetik edhe gjatë luftës së Kosovës. Me zemër të hapur dhe me përkushtim të rrallë, Safia dhe bashkëpunëtorët e saj ndihmuan mijëra refugjat në kampet e Çegranit dhe Sanakosit me ndihma humanitare, sociale dhe mjekësore. Pra, ky ishte një akt që do të kujtohet me nderim dhe me njohje. Pasi fitoi betejën me kancerin në vitin 2001, ajo u rikthye fuqishëm në aktivitetin shoqëror,
tashmë si trajnere për barazi gjinore, duke dhënë kontributin në gjithë rajonin për avancimin e grave dhe forcimin e rolit të tyre në shoqëri. Por suksesi i saj i jashtëzakonshëm i dedikohet një personi shumë të veçantë. I dedikohet bashkëshortit të saj, zotëri Maksud Dehari. Nderimet e tona. Njeriu që qëndroi gjithmonë pranë saj si shtyllë dhe për krahje e palëkundur. Ajo ishte jo vetëm bashkëudhëtar në jetë, por edhe burim i forcës, i qetësisë në sfidat e shumta që ajo i përballoi. Pra, me dashurinë, mirëkuptimin dhe mbështetjen e tij të heshtur, ai ndihmoi që Safia të shkëlqej në çdo rol që mori, si nën, si profesioniste, si aktiviste dhe si zë i grave shqiptare në një kohë kur ky zë duhej guxim për të dëgjuar. Në mbledhjen komemorative mori pjesë kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i cili ndau kujtimin e tij për Safie Deharin. Si fillim të shpreh edhe një ngushëllimet e mia familjes për të gjithë atyre që kishin të afërt. Shpreh ngushëllimet për të gjithë shoqërinë shqiptare, cila humbi një grua emancipuese, një profesioniste dhe një pionere të barazisë gjinore. Figura e saj do të ishte shumë e nevojshme në ditët e sotme, ku fatkeqësisht gruaja ende nuk është e përfaqësuar si duhet në shoqërinë tonë. Sot, kur ende gratë, pavarësisht aftësive të tyre të mrekullueshme intelektuale, vazhdojnë ende mbeten si të dytat. Jam i sigurt se zonja Safia nuk e ka pasur të lehtë rrugtimin e saj, pavarësisht që zëri i saj melodik të bënte të besoj se gjithçka shkon perfekt. Unë uroj që shembulli i saj të frymëzoj brezat e tërë, sepse Zoti çon përshpërimat e tij, dhe e tillë ishte edhe zonja Safia. I përjetshëm qoftë kujtimi i saj, Safia Dehari tashmë është në një dimension tjetër, për këtu në botën tonë, ajo dhuroi gjithçka dhe ne do të jemi mirënjohës për gjithmonë. Sebajet Zenku, një bashkëudhëtare në punë me të ngjyrën Safie Dehari, po ashtu ndau me të pranishmi disa nga kujtimet e saj, ashtu siç kishte njohur Safien. Safia ishte një grua me zemër të madhe, me shpirt luftarak dhe me një ndershmëri që bënte dritë në çdo dhomë ku ajo hynte. Ti ishe zëri i guximshëm që nuk u lodhe kurrë, duke kërkuar drejtësi. Ishte forca jote që na frymëzoi të mos ndalojmë, edhe kur rruga bëhej e vështirë. Ti ishe drita që ndriçove mendjen dhe zemrat e shumë grave që ndihmove, që i ngrite në këmbë dhe i bëre të besojnë te vetja. Ishin vitet e 90-ta, kur unë nisa bashkëudhëtimin me të nderuaren mike. Në lëvizjen e parë të grave shqiptare të Maqedonisë, e më pas formuam lidhjen e gruas shqiptare. Safia ishte kryetare në këtë lidhje, ndërsa unë aso kohë, si më e reja e grupit, nuk u ndjeva asnjëherë ana shkaluar apo e lënë pas dore. Pasi Safia ishte një person plot entuziazëm që motivonte të rejat t'i bashkëngjitën kësaj organizate. Aktivitetet e lidhjes së gruas shqiptare aso kohë ishin aktivitete sensibilizuese, humane, me të vetmin qëllim që për të ngritur vetëdijen të gratë dhe vajzat për të marrë vendimin e merituar në shoqëri. Ishin kohra të vështira, nuk ishte as pak e lehtë të organizoje gratë dhe vajzat, edhe më e vështirë ishte të ndikoje në ta, pasi patriarkalizmi i kishte ngulur thellë rrënjët në shoqërinë tonë. Filluam të shkojmë nga fshati në fshat, aty ku e deshte nevoja. Me të vetmin qëllim të bindin familjet se sa e rëndësishme ishte të lejonin vajzat e tyre të shkollohen. Shumë herë i arrinim qëllimit, e shumë herë largoheshin pa përgjigje pozitive, por kjo nuk na denkurajonte, pasi si që thonte tani e ndjera Safie, do të vim prap, nuk do të heqim dorë. Para 3 vitësh, në manifestimin e 8 marsit, e ftova të debatonim për pozitën e grave dikur dhe sot, ndërsa ajo më përgjigjet. Thirrnte një të re, kanë çka të thonë, më lerë mua.
Pra, gjithmonë mendonte t'u jep avantazh të tjerave e jo vetës. Safia ishte një grua shumë pozitive, punëtore e palodhshme, që dinte vetëm të motivon të tjerët. Ishte modeste, jepte shumë e në kthim nuk kërkonte asgjë. Ajo asnjëherë nuk kërkoi lëvdata, nuk i donte duart trukiqet. Për të mjaftonte të shihte një grua të qëndrueshme, të lirë dhe të vetëdijshme për vlerën e saj. Një grua zonjë, jo vetëm për familjen e saj, por edhe shoqërinë në përgjithësi. Mua të herë zemra e saj qetësohej. Humbja jote kalon një boshllëk të pashoq, por trashëgimia jote është e pavdekshme. Ajo jeton në çdo vajzë që guxon të ngrej zërin, në çdo grua që ecën me kokën lart, në çdo hap të vogël drejt barazisë. Ne do të vazhdojmë rrugën që ti nuk mundet ta çojë deri në fund, sepse kauza jonë është më e madhe se ne dhe fryma jote do të jetë gjithmonë. Asnjë fjalë nuk mund të përshkruajë plotësisht dhimbjen e humbjes së një nëne. Ajo ishte zemra e familjes, forca që mbante gjithçka bashk, drita që nuk do të quhet kurrë, thanë në fjalën e tij Kujtim Dehari, i biri i Safie Deharit. Është e vështirë të gjej fjalët e duhura për të përshkruar dhimbjen dhe humbjen e saj, por është edhe më e vështirë të përshkruash madhështinë e një gruaje si ajo, e dashura nënë. Do doja që sot të kem pranë dhe të t'i thoja këto fjalë duke të parë në sy. Në syt që të tregonin aq dëmshuri për çdo njeri në nevojë. Në syt që na jepnin kurajo të i kalojmë çdo vështirësi. Ti ishe zemra dhe fryma e familjes sonë. Me dashurinë tënde të pakushtëzuar, me përkujdesjen e pafund dhe me fjalë që gjithmonë na ngushëlloje, ti mbushe jetën tonë plot dritë e dashuri. Ti na mësove çfarë do të thotë të jesh i fortë, të qëndrosh me dinjitet, edhe kur jeta është e vështirë dhe të dashurosh pa kusht. Ti nuk ishe vetëm një nënë për ne, por njëkohësisht edhe udhërfyesja, mësuesja dhe shoqja jonë më e mirë. Ti na mësove mos të paragjykojmë të tjerët dhe që ndihmojmë njerëzve në nevojë. Ti dhe çdo gjë nga vetja për të na shkolluar dhe edukuar. Ti e munde edhe sëmundjen e rëndë të kancerit për të qenë afër nesh kur ne patëm më së shumti nevojë. Çdo ditë ti jetojmë për kushtimin për familjen, për të afërmit, për të tjerët. Ndonjëherë mërziteshim me ty, kur mungoja në shtëpi, duke punuar pa u lodhur për këtë popull dhe këtë vend. Ishim të ri dhe nuk e kuptonim punën dhe sakrificën tënde madhore. Ti nuk flisje shumë për veten, por çdo veprim i yti fliste më shumë se sa fjalët. Më fali. Tani nuk durove më nëna jonë. Shpirti yt i bukur fluturoi në qiell në ditën më të bukur të motmotit. Deri ditën e fundit ishe e buzëqeshur dhe nuk u ankove për asnjë moment. Tani për madhështinë dhe vlerat tua flasin vetë veprat e tua, njerëzit dhe portalet që shkruajnë fjalë miradije për ty. Gjithë jetën tënde luftove që gruaja të zë pozitën e saj, të merituar në shoqëri. Luftove për shkollimin dhe idealet kombëtare. Ngrite zërin në kohët më të vështira, kur femra ishte marginalizuar dhe e shtypur. Njeriu nuk vdes kur jetojnë veprat e tij. Ti ke qenë dhe do ngelesh simbol i pa poshtur i fuqisë femrore. Andaj, ne sot jemi krenar me ty. Nuk është e lehtë ti thuash lam të mirë një nëne, sepse ajo në të vërtet nuk ikën kurrë.
Do të ndjejmë praninë tënde në çdo kujtim, në çdo këshill që na dhe. Do të kujtoj me mall bashkëshorti Maksuti, fëmijët Ylza, Kujtimi, Trëndëlina, si dhe mbesat Alba, Rita, Rina dhe nipi Endriti. Të qoftë i lehtë dhe unën, Zoti të më shiroft, e prehu në paqe pranë mbesës tënde, Antina. Dashuria yte do të në vdheq gjithmonë. Përveç djalit Kujtimit, Safie Dehari la pas vetes dhe 2 vajzat, Ylzën dhe Trëndalinën. Ajo ndëroi jetë në moshën 75 vjeçare. Ndryshe, në ndërim të jetës së të ndjerës Safie Dehari, ishte vendosur një libër kujtimesh, ku çdo kush mund të shkruante një kujtim, një mendim apo një fjalë zemre.